think it is absolutely important, out of my position, to take up the mandates. And the Venice Commission cannot decide in few days. And I think I see it as a parallel process, not the one first or the other. I think taking up the mandates and at the same time putting to the Parliament Pra, mendoj se është e rëndësishme që Partia Socialiste të marrë mandatet. Unë, sipas mendimit tim, le të themi është fakti që Komisioni Venecias nuk mund të vendosë për pak ditë. Pra, mendoj se këto duhet jenë hapa që duhet shkojnë në mënyrë paralele. Pra, Partia Socialiste duhet shkojnë në Parlament, paraqes propozimet e saj specifike e më pas të drejtohet Komisionit Venecias. Pra, është një paketë e tërë.